Gjendja rrugës së fshatit Rjoll në Malësi të Madhe është kthyer në një rrezik të përditshëm për banorët dhe drejtuesit e automjeteve. Gropa të shumta segmente të dëmtuara dhe mungesa ndërhyrjes e kanë përkeqësuar ndjeshëm qarkullimin, duke u kthyer në burim aksidentesh. Një i tillë u shënua të premten ku një kamion doli nga rruga dhe u përmbys pikërisht si pasojë e gjendjes skandaloze. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, ndërsa banorët shprehen se prej kohësh i kanë kërkuar ndërhyrje bashkisë së Malësisë së Madhe, por deri më sot asnjë angazhim konkret nuk është ndërmarrë. Ku dje rrethos 4 marsdite u bë një aksident që urzua kamioni prej rrugës, shkatruar rruga nuk mën, jeke rrugë e bani fshatin të pabanueshëm, se nuk vuni duar kush, kur në këtë vend tash rreth 50 vjeç besa morën ujësiasin. Ujësiasi Rjollit furnizon Malësinë e Madhe, para 30 vjeç ka furnizuar Shkodrën me 12 orë në ditë ose në natë, edhe qysh atëherë keq menaxhimi edhe puna e dobë që bëhet, edhe Malësia e Madhe nuk furnizohet plotësisht me ujë. Tonë prej pa kujdesisë bashkive dhe komunave qysh në atë kohë, tash i mos humb dikush dorë në këtë rrugë. Aksidente të në makinë shkatrohen edhe kush del në jerë këtu, por veç i pa banuar ma ba prej kësa rrugë fshati jonë. Për shkak të mungesës së infrastrukturës, fshati po braktiset masivisht për te bukurive natyrore. Kjo rrugë është tejet e rëndësishme pasi përmes saj shkohet edhe tek burimi i Rjollit, i cili furnizon me ujë më shumë se 80% banorëve të Malësisë.